Presidenti i vendit, Gjorgje Ivanov, sot ishte në qendër të vëmendjes vetëm 2 ditë pasi që gjykata kushtetuese i dha të drejtën atij që të falë të dënuarit për pedofili, krim zgjedhor dhe vepra tjera të rënda. Ai i pyetur rreth kësaj çështje, sot në pranitë e sekretarit shtetëror të Vatikanit, Pietro Parolin, tha se nuk e ka ndërmend të bëjë një gjë të tillë. Do të doja t'i porosisë qytetarët e Maqedonisë me qëllim që të jenë të qetë. As në mend nuk më ka shkuar të fal pedofil, trafikant droge, manipulues në zgjedhje, terrorist apo ekstremist. Si edhe deri më tani, do ta bëj atë që është vetëm në interes të shtetit. E për këtë temë nuk mungoi përgjigjja e sekretarit shtetëror të Vatikanit, pas pyetjes së bërë nga televizioni 21. Unë vetëm mund të them se Vatikani ka ndërmarrë hapa të shumë për shuarjen e pedofilisë dhe hapa për mbrojtjen dhe në një mënyrë për dëmet që u janë bërë viktimave. Kjo është qëndrimi i njohur i Vatikanit, por për pyetjen tuaj specifike nuk do të doja të deklarohem. Albulena Karagan nga ambasada e parë për fëmijë në botë, Megjashi thotë se gjykata kushtetuese është e dështuar pas vendimit të saj për mundësinë e faljes së pedofilëve. Ky vendim i gjykatës kushtetuese është i turpshëm, është skandalos, është i pafalshëm dhe është i patolerueshëm. Të japësh mundësi kujtdo qoftë, po qoftë edhe presidentit, mundësinë që të fali mashtrues zgjedhor, kriminal, pedofil është e patolerueshme. Ne zotohemi vite me radhë për të bërë progres në këtë fushë, në mbrojtjen e fëmijëve nga keqpërdorimi seksual dhe me këtë vendim ne kemi regres të hatashëm. Ajo thotë se organizata e tyre ka të dhëna shqetësuese për dukurinë e pedofilisë. Sipas saj, në linjën SOS të Megjashit, nga viti 2011 deri në vitin 2015 janë paraqitur nga qytetarët rreth 40 denoncime për pedofili. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nga viti 2012 ka lëshuar në përdorim regjistrin online ku publikon të dhënat e pedofilëve. Ky regjistër përmban informacione personale për më tepër se 100 persona të akuzuar për pedofili.